Valbona, të përshëndes, përse ka një rritje të numrit të prekurve me autizëm dhe çfarë këshillojnë specialistët? Duke ju referuar të dhënave që qendra e fëmijëve me aftësi ndryshe, qendra Horizont bën të ditur çdo vit, veçanërisht në ditët që u përkujtuan pak ditë më parë, siç ishte dita kundër autizmit, mund të thuhet se kemi të bëjmë me shifra të cilat janë në rritje, por me sa duket, fakti që prindrit, autoritetet, qofshin këto të arsimit apo edhe të shëndetësisë, i gjurmojnë rastet në fjalë, pra i gjurmojnë dhe janë në gatishmëri për të kuptuar nëse fëmijët kanë aftësi ndryshme, në rastin konkret janë me autizëm, atëherë kemi edhe një situatë gjurmimit pra dhe të shifrave më të larta. Pra, mbetet për të sqaruar kjo sepse duket sikur ka një rritje të fëmijëve me autizëm në Fier, por në fakt është rritja e zbulueshmërisë së tyre, nëse do të shprehemi kështu. Për shkak se me sa duket sistemi ka funksionuar, pra funksionon sistemi, por nga ana tjetër specialistët bëjnë të ditur se janë prindrit të cilët tashmë janë dërgjegjësuar, ndryshe nga vite më parë ku prindrit në një farë mënyre kanë pasur të pamundur të pranonin që fëmia e tyre ka qenë me autizëm, duke bërë kështu që të kalonin vite të tëra përpara se ai të trajtohej me specialistët përkatës dhe me mënyrën përkatëse, metodën përkatëse për tu edukuar qoftë në sistemin parashkollor apo edhe në shkollën fillore, ka bërë që të vonojnë trajtimin e këtyre fëmijëve. Tashmë prindrit e pranojnë, pra ka një masë të gjerë prindrish të cilët e pranojnë pavarësisht se me vështirësi, dhe janë pikërisht, si kundër shprehen psikologët, janë pikërisht prindrit ata të cilët duhet të trajtohen së pari për ta pranuar situatën dhe më pas të drejtohen tek specialistët për të trajtuar fëmijën në rastin e autizmit. Në Fier ka një qendër që është e mbështetur nga Bashkia e Fierit, pra është një qendër shtetërore që quhet Qendra Horizont, e cila trajton fëmijët me aftësi ndryshe, ku pjesa më e madhe janë fëmijë me autizëm, një pjesë tjetër janë fëmijë me sindromën Down. Sa i takon autizmit, duket se ka patur rezultate të mira në këtë qendër, të paktën nga ajo që bëjnë të ditur specialistët, psikologët, por edhe drejtuesit e kësaj qendre, ka patur rezultate të mira në edukimin dhe le të themi zhvendosjen e këtyre fëmijëve nga bota e mbyllur e tyre në mjedisin social. Madje sipas specialistëve të kësaj qendre Horizont, pra të Mirë, duket se kemi një vështirësi në komunikimin me kolegen Valbona Davidi, megjithatë, ne ndjekim në këto çaste edhe atë se çfarë kanë deklaruar në fakt punonjës social, por edhe psikolog të qendrës Horizont, Valbona. Sot është dita botërore e autizmit, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin ndaj spektrit të autizmit. Në Bashkinë e Fierit ekziston qendra Horizont, e cila trajton fëmijët me aftësi ndryshme të të gjitha diagnozave, ku kryesisht diagnoza e spektrit autizmit zë një pjesë të saj. Nga viti në vit, fëmijët që trajtohen në qendrën Horizont, që trajtojnë me spektrin e autizmit, ka ardhur në rritje. Vetëm javën e kaluar kemi pasur 3 raste të reja në komision, të cilët vlerësohen nga specialistët tanë edhe fillojnë të trajtohen. Unë dua të mësoj shumë faktit procesit të integrimit dhe përshtatjes që kanë të rinjt jashtë qendrës. Qëllimi kryesor i qendrës është sidomos punësimi i të rinjve. Ne kemi bërë të mundur në sajt të gjitha këtyre aktiviteteve integruese dhe terapive të lartë përmendura të punësojmë të rinj nga qendra Horizont. Ajo që mua më emocionon më shumë dhe më bën të ndihem vërtet krenare për këtë punë të madhe humane që bëjmë është që një ish nxënësi im sot është kolegu im i ngushtë dhe është i barabartë me mua. Qofse dhe shoqëria i pranon, i mirë kupton dhe i ndihmon, do t'ja bëjnë më të lehtë punën e prindërve dhe ata do të integrohen në çdo aspekt të jetës së tyre brenda kufirit që ata mund t'i japin më të mirën e tyre. Mirë, Valbona, kemi ndjekur kështu edhe intervistat që ti ke kryer me këta punonjës dhe përfaqësues të qendrës Horizont në qytetin e Fierit. Unë falenderoj edhe për këtë raportim të drejtë për drejtë.